Një rrëshqitje toke ka shkaktuar dëmtime të konsiderueshme në rrugën pranë liçenit të Gjinarit, në territorin e Elbasan, duke rrezikuar seriozisht qarkullimin e automjeteve. Shtresa e asfaltit është qarë në mes në një segment të rëndësishëm të aksit, i cili shërben si lidhje për disa fshatra të zonës dhe përshkohet çdo ditë nga 10 mjete private dhe transporti. Dëmtimi i infrastrukturës ka krijuar vështirësi në lëvizje dhe ka shtuar frikën për aksidente, sidomos në një zonë me terren të thepisur dhe me lëvizje të shtuar gjatë fundjavave. Segmenti rrugor mirëmbahet nga kompania Alco Impex Construction në pronësi të Arbër Abazi. Emri i kësaj kompanie është përmendur më herët në debatet publike për tendera publik, ndërsa zona në fjalë konsiderohet një nga destinacionet turistike malore më të frekuentuara në qarkun e Elbasanit, veçanërisht gjatë sezonit pranver-ver. Banorët e zonës kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga Bashkia Elbasan e Gledian Latias për stabilizimin e terrenit dhe rikonstruksion të plot të segmentit të dëmtuar, duke theksuar se fluksi i vizitorëve drejt Gjinarit rritet ndjeshëm në muajt në vijim. Ata paralajmërojnë se nëse nuk merren masa urgjente për përforcimin e trupit të rrugës dhe sistemimin e kullimit të ujërave, situata mund të përkeqësohet më tej, duke izoluar përkohësisht fshatrat përreth dhe duke rrezikuar sigurinë e banorëve dhe turistëve.